Dhe më thonë, na e blena megavatin 90, po për me prun këtu, i pagujna 800. Po, pe Maqedonisë, megavati kushton 801 euro për megavat. Edhe njona ndër bizneset fituese sonde është Terna. Ternën e ka taku Albin Kurti. Distribucioni i kekut është rritur në vitin 2013 për vetëm 26.3 milion euro. Por, zemërgjërsia e qeverisë nuk ishte ndalur këtu. Qeveria udhëhequr nga Hashim Thaçi dhe me ministër të energjisë Besim Beqaj kishte vendosur t'ia jepte Kecit plot 17.9 milion euro, pak muaj pas blerjes, para që ishin transferuar nga llogaria e Kekut në atë të Kecit me urdhër të ZRS. E që i bie se turqit, po t'i merrin edhe këto para, kanë paguar për privatizimin e kësaj ndërmarrjeje vetëm 8.4 milion euro. Është evidente që qytetarët janë të ofenduar me këtë shitje që po e bëni të distribucionit të Kekut. Dhe ky është një krim për cilën drejtësia dhe gjyqësia e një shteti të së drejtës nesër do të veprojnë mbi juve. Kjo është e domosdoshme dhe e pashmangshme. Për këtë ju duhet shkoni në burg, sepse ky është krim. Me shit për 26.8 milion këtë rrjetin e Kosovës të energjisë elektrike, ky është krim.